Çfarë ka mbetur peng në jetë deri tani? Amerika, të shkoja në kohën që unë kur shkova në Greqi nuk shkova për të jetuar në Greqi në vitin 97. Shkova le të themi për pushime, në atë kohë këndoja në Korç te teatri Andosa Koçajupi si profesionist. Shkoja edhe për dasma dhe kisha lek në duar. Isha mirë ekonomikisht për kohën, kuptohet gjithmonë. Thash, po marr një vizë mujore, mora një 500.000 dramishe, thash, do vetë dëgjoj live këngëtarët që ne me këngëtar grek. Nga që kemi komshin dhe kishim dëgjuar, kishim informacion. Dhe kuptohet, unë pa çka se u rita me atë mentalitetin për Amerikën, për Hollywoodin, kur shkova në Athinë, nga Korça në Athinë ishte një realitet shumë i madh, atje ishte Amerikë. Ndryshim. Ishte Amerikë. Shkoja në qendër të Atinës, ishte Amerikë, domethënë shikoja reklamat e gjithë këngëtarëve të mëdhenj atje, reklamat të ndryshme, drita, ishte thash. Nëse gjithmonë e edukoja veten që ore ti jep në Amerikë lere këtë vend, kupton? Mi po dhe njeri që jam shumë open mind, pa komplekse, sepse ishte shumë vite të vështira për shqiptarët atëherë. Shkova një mikun tim dhe ata ishin një tjetër rrymë, ishin pak të trembur, ishin pa karta, probleme punë ekonomike. Kurse unë thash, hajde çoni tash ti ikim dalim, unë isha i etur për të jetuar një jetë që të ofronte pak më shumë. Si doja unë, më kupton? Më thënë nuk do vetë se kam probleme ekonomike dhe ky është fati im, më kupton? Dhe unë doja drejtimin tim, kupton? Po jo për qëndruar në Greqi. Rastisht në shtëpi. Okej, fal. Jo, pse nuk i në Amerikë? Kjo ishte duke qenë se është një nga gjërat që të kanë mbetur peng. Kur u hap ambasada këtu amerikane në vitin 92 ose 93, unë në 93 shkënyra për aplikova për vizë. I po i sinqert nuk doja të gënjeja. I thash, pse do vesh në Amerikë? Unë duhet në Amerikë tash sepse babai më lindi me kulturën tuaj, më rriti me kulturën tuaj, më rriti me këngët tuaja. Dhe unë dua të provoj Hollywoodin. Hollywoodi thash. Po si e provon ti je këtu tha gjus di se me përkthim. Gjun ta mësoj tash unë pak anglisht tash di tash unë. I vjen thash një krahasim që ngeli ai. Pse çka kanë më shumë hollywoodianë tash unë. Ata vjen në banjë dhe unë në një banjë ulem i thash. Mbeti ai kështu, thon. Nëse fare kështu, fare pa komplekse dhe fare, domethënë nuk kam patur të tipit që obo se është amerikano dhe u tash i të ri që kështu ke parasysh të ri pak me ndroje. Isha si flisjan shokët e mi. Jo tha, nuk e fiton të status. I shava njerë kështu si shdinja unë, kështu në nëze, ika, i shgënjyër. E thash po e provojnë nga Amerika, po shkoj nga Amerikë, nga Greqia, thash, mosh kushet se kanë hikur shumë njerëz. Dhe kështu ishte shkruar, shkova një emision pasaj në 97-ën, sa kisha një javë gjysmë në Greqi. Atje ishin... Po një sekund, ti di greqisht? Ja, vetëm kuptonja dhe dinja disa 20-30 këngë kështu në mënyrë papagallçe. Përmendesh. Po nena ishte vrar veshme këtu në Greqë, dinim fjalë. Si s'dim ne, që gjysmat e... Si s'dinin për shembull Shqipëria e Mesme që dinin italisht. Ai sa dinin nga televizor, ne dinim ai sa dinin nga ato, po kaq, do nuk dinja që të mund të kuptonja më mirë se sa mund të flisnin. Po. Se pas 6 muaj fola si Mehmet. Edhe shikoj atë emisionin quaj Gjesi Pabuçi dhe talent të saj. Gjesi Pabuçi ishte një aktore e shëndoshur si Violeta Manushi Jona. I dëgjoj ata, unë çan tash. Ta para me jo se isha unë, po ishi fillestar, më kupton. Shko gjera merr pjesë tash. Telefonin unë Jasu tha, çfarë Jasu ku di unë do you speak English tash unë. Tha, okay tash unë dëgjoj tash si puna, po shkoj emision të po nga e tim tha mua. Nga Shqipëria tash. Nga Shqipëria tha. Pashi aty, okay. Po se nuk kemi atë maestro, nuk ka nevojë për maestro fare tash. Dençorin ja për në zyrat dhe në orën 3, okay. Brenda orës 3 isha orare 11:30. Taksin unë lukën e vish e mbaj atëre. Pasetën, flokët Elvis, çizme me majt, xhinse, okay. Jep me përshtypje në diçka e ndryshe. Të një artisti. Troka si bie zile zat der na i. Zotëri. Jam ai që folëm në telefon. Shqiptar dhe kjo mënyra nuk i dilte. Zërit edhe figurës. Nuk i dilte sa, okay, nuk i dilte. E kuptoj, sepse atëre këto kaq kishin para ta në ne. Nuk dinë ata që janë tjetër të medaljes të artistëve tanë që sot janë Spala, violinash, janë aktore çfarë atje në Greqi. Po sigurisht. Nëse po të thash ta, mi po dera uap, edhe un pash piano atje. Thash nuk është maestro, po edhe un të thash tash që s'ka nevojë për maestro, duke hyrur brenda.
Në ato kohë kishe këtë lloj lirshmërie, ishte çike duhet ta kishe në tip. Do të jesh edhe i sigurt si po, do të jesh shumë i sigurt në vetë, në profesion, në gjithçka. S'ka problem tash, duke ikur apa pianon unë. Ai ngeli po më shikon tash se. Këta shikon edhe karakterit. Ishin për atë punë si ç'duaj. Piano i filloi. Let it be when I find myself in time. Bravo. Edhoi maste, atë kuptova fjalën edhoi maste. Ktu jemi. Edhoi maste. That's it. Ai po prit ska çfarë. Prit just a minute. Mbaroi atë, kishte një kitarë të ngjitur, marr kitarën, këndoi një këngë greke të Janis Parios. Ai tha, ai njeriu që pash në derën telefon, atë që ishte atje s'kishte lidhje fare. Nëse mbaroi më tha mua tein se ky ishte emision që bëhej çdo të shtunë në një lokal në një kanal lokalist ishte në Athinë, New Channel quhej. Po. Çdo të shtunë bëhej ky emision dhe ishte an. Tein më tha mua këtu në orën 6 masdite se vjen Xhesi, vjen pjesë të artë e stafi që të shikojnë ku e di unë. Okej, tash. Vjen ky shoku tim nga puna, i thash, shoku tim, tein çfarë plan ke? Po në punë do vi. Lere punë tash, do vishëm përkthesh. Kështu ndodhi. Ai s'po e besonte tash, se ishte në teatralitet, kupton. Ishte në punë, ishte i lodhur, ishte. Po ima po smuta mendonte tash të vinë shok ty në këtë lloj kanalizimi. Edhe thjesht krejt papritur ta gjej veten. Pa gjuhë dhe ky më thret mua tash, ai 5 vjet sa kishte 14 në Athinë, ky më thret mua tash të vetë ti përkthej në një vend për të kënduar, domethënë se ai edhe ai çelist ishte. Duke marrë parasysh jetën e emigrantëve shqiptar në Greqi në ato. Ata takoheshin jo se Berat Suvan, nesër lash një punë ande, erdhi policia në Azuri, siç ishin problemet e shqiptarëve në kohë. Po unë s'kisha do nga ato lloj problemesh. Unë kisha tjetër gjë në kokë. Dhe rastisht doli kjo. Rastisht jo sepse ndoqa unë, po që rastisht edhe në ekran unë e pash, ika, kupton? Ore, do vish apo do vish tash? Në ora 6 masdite tash, do vishim përkthesh tash, unë se vjen këta. Nese pasaj më filluam kush ishte emisioni, ku e di unë pyeti nese, erdhi. Entja, vajtëm ne, veshëm të mirë. Vajtëm shkuam atje. Ky është ai, Xhesi më në qafa, aktoria. Ku i një? Ja pa, shank to tash ku kisha denu se ç'bësh. Po e kishte kështu për kuptimin e punës, proces punës që i takon të gjithë. I takonte po këta kishte rënë zile tash që ka ardhur një shqiptar që këndon Beatles, Elvis, kishte rënë zile e madhe për ata. Ke parasysh se unë i kisha dhe parë dhe çfarë talenti ishte ata që kishin marrë pjesë. Sistemi në rëmbythje. Po. Ma rëmbythje. Është fjalë popullore. Po. Jo vetëm në koç, përdoret kudo. Sa dorosh do mësosh, po. Nese, unë isha një nga ta rëmbythja që ata nuk e kishin planifikuar që do vinte, kupton? Dhe unë dola ndryshe. Po më tha, Jani si ekstremin ai ky asistenti më tha, kështu këndon pa tash unë. Pa të dëgjoj mirë, pastaj futa unë, se këndon edhe shumë Eros Ramazzotti atë Cosa della Vita, ajo Fuoco nel Fuoco. Ishte shumë në modë për ata, i bëra një repertor më të gjerë. Në amizi atje. Për qafe, mua të shtunë, janë 15 veta, i sa ti do të vëmë në listit. Gjoj tash unë Xhesi. Ende ky shoku. Mua më pëlqen dali fundit gjithmonë, sepse i fundit ose qan ose qesh. Po normalisht me këtë nivel që pashtu tash vetëm do qesh. I bëri përshtypje kjo. Vetbesimi yt ndërkohë ishte në tavan. Mi bëre pas data unë, domethënë reagimi i tyre si ishte. Nëse mezi prisna të shtunën, unë tash e kupton tash Korç, Athinë, unë mendonja për Amerikën. Surpriza në Athinë që ato që pash ishte këtu është New York thash unë. Ishte New York, në atë kohë ishte New York. Jo nga Korça, nga Tirana, vinja në New York ishte, New York. Në New York. Në atë kohë. Dhe kështu nisi e gjitha. Dhe pastaj të shtunë shkoj atje i dëgjoj këta rëmbythjet e tjera. Me modesti flas. Nuk ishte. Okej. Nota më lart se ishin 4 veta në juri, 6 kishte dalë atëherë, okej. Me tharesi mua dola atje. Mora kitarën, pastaj filloi Cosa della Vita, filloi me Ramazzotti. Sono mane situat Giacomo. Pasha ta këtu hyp. Marrë një Janis Parios me gitarë, shkojnë 10. Mi po mora dhe shokun tim përkthyesi. Tani Davis ta që është si edhe o Vasiliaci, ata mbreti natës, çfarë do na thotë u Beni pasaj. Kështu ka nga Shqipëria, erdhi për turizëm, kështu. Pastaj qëndrova në Greqi? Qëndrova në Greqi sepse përfundoi këtu fati im. Atë natë ishte e shtunë, shkuam në Janis Parios, lash një 100.000 dirham ku di unë piva,
pash një këngëtar të madh, nga dia keni çfarë informacion keni për Janis Paris, nga më të mëdhenj të Greqisë. Në një buzuk 2000 veta, Diogenis Palasi është sot nga më të mëdhenjt, kusha parë unë tash atë lloj argëtimi. Me 20 veta orkestër, me 2000 veta në skenë dhe një cilësi të paparë, domethënë. Aty fillova çfarë bëm, pim, qam, kisha këtë se s'pomene veç çfarë do ndodhte, mora shpimin e parë atje, një javë në Greqi, çfarë po bëhet? Unë për tjetër gjë erdha, për tjetër ku përfundova. Të nesërmen prap bie Zilja në shtëpi. Kisha çuar ora 11-12 në drek. Zer tash unë ky shoku tim do jetë. Martele, mo shok. Ja, su tot ai. Prap unë. Disku, do you speak English? Yeah, po dukesh që ishte këtë radhë ishte tjetër e folur. Ky merrte nga shoqëria BMG. BMG ishte menaxheri një këngëtari shumë të madh në atë kohë që është dhe sot, Stamati Zgonitis. Gjë më tha mua, ka pas Stamati në emision se këta këngëtarë të mëdhenj punonin me sezone. 4 muaj në një buzuk, 3 muaj në një buzuk tjetër. Grupi është mbledhur, është mbyllur si grupi i këtij buzuku tha. Mirë, po ai të pëlqevi shumë se këndonjë Elvis Ramazzotti do të dëgjonja nga afër tha. Nëse do i pëlqesh live atje tha, do të futim sfina i tha. Domthon, është mbutur grupi, po do futim edhe ty. Po. Çfarë bëhet kështu tash? Unë jam kë. Çfarë bëhet? Mi po e mbanja vetëm. Ishte bërë akoma një javë. Po pra, e mbanja vetëm kështu me si thua me shiringa që ti je për Elvis tash, ti je për Amerikë. Mi pra që për mua ishte Amerikë, shkuar në Amerikë se. Marr taksi. Shkoj aty në shoqëria BMG, çfarë ishte? Me të kuqe BMG me të kuqe të mëdha. 6 kaçë. O zoti mash. Edhe si thua, edhe anë negative janë të mira, po dhe anë pozitive ndonjëherë dhe nuk i mban dot. Është vërtet, do vin kështu. Duhet vina vash avash se nuk mësohesh dot, ëh. Po pra, po isha të paktën artistikisht isha gati. Po, okay. Një skenën e teatrit Anzor Çajupi, 600 veçit. Isha në 2 spektakle që më kishte marrë Vera Grabocka në vitin 94 në Miss Albania, këndova një këngë country. E kisha shkelur sallën e Palatit të Kongreseve, por gjithsesi ishte tjetër gjë kjo, sepse ishte në vend të huaj. Dhe ato që dëgjonja që ishte operacioni fshesa për shqiptarë, që zinin pa karta i kthenin, ishte një problem shumë i madh. Ore Devis, me gjëra fjala se ndolet te këto marrëdhënie midis shqiptarëve dhe grekëve. Po. Si të kanë trajtuar grekët? Ja pra unë këto prandaj po të ose mbase nuk e di se, shiko, ti ke qenë i famshëm edhe mbase të kanë trajtuar mirë, po shqiptarët e tjerë nuk e di. Dgjoj si puna. Prandaj po ta tregoj historinë time që mua pa çka se fillimisht tha shqiptar ky që më merr në telefon, mi po kun pa nga afër kum dëgjovi racizmi aty mbyllesh valla. Do të thënë në rrethet tona artistike nuk kishte asnjë lloj problemi të tillë. Ishin shumë avangard artistët. Jo ti je shqiptar, jo ai është. Ja, për artistët jo. Për artistët jo. Artisti mbetet artist, nuk besoj që e bën origjinal. Shkuam në shoqëria BMG, tha ky çfarë ke bërë? Më tha, "Mua ja këto kanë bërë tash, prapa aty piano, prapa shumë." Ai tifozi dhe i Elvisit dhe i Ramazzotit. Nese shkuam te ky buzuku i madh që po bënim prova. Kisha dëgjuar për të këngëtar, nuk e njihja sa ç'njia Janis Parios, po sa ju stop, tha, "Hey Davis, hajde këtu." Se çu tha aty në greqisht, që ky e pashtu se pashtu. Çoum tha mua dhe na thuaj tash çfarë di të bësh. Po ku kisha parë orkestër 15 veta. Ku kisha unë ato dëgjime, i pash në prova, atë lloj dëgjimi. Ta çuna, ai guys, një la major ashtu. E fillova Elvis. Blue sweat shoes, weights, 1 for money, 2 for show, fillova unë jura në aty më kaloi gjithë fëmijëria. Para syve, domethënë kur më çonte i matë që shkonja Elvisin në televizor, gjithçka jura në botën time edhe kongresit një moment. Men aty unë ndjeva sikur isha në Las Vegas, kur ndjesu një moment gjithë poshtë ata. Duhet kërcyer e thash, xharau e morë provimin. Mbaroi. E pyeta ai do më shkort ata në shenjë kortezie kështu. Si thoni ju ta marrim devin? Po, në terr. Një zëri. Aty se mbajta dot se kisha një mbajta në banjë, futja një të qartë të mirë, lot kështu gëzimi. Ishin shumë ndjesi në atë kohë që nuk i shpjegonja dot, dal. E kuptovi dreqi, ishte dreq, ta më djodha. Davis, unë nuk i shikoj njerëzit as nga pasaporta, as nga feja. Ai është vërtet çek Stamati. Unë i shkoj nga talenti vëlla. Më bën dhe ti je talent vëlla. Ti e ke vendin këtu. Kujt ja the të parit këtë lajm të mirë që po ndryshonte jetën tënde. Ky shoku tim që ishte. Okej, përveç shokut. Familjes. Mora babain thash kështu. Mi po dhe baba ishte burr kështu.
Që nuk e jep të vetën. Po e dinte edhe topsit e mia dhe deshte të inkurajonte. Po mirë, okay, tha, ti je për në Amerikë, e kemi thënë tash, tha. Kjo është një nxemje, çan nxemje baba, kjo është Amerikë me vete. Pastaj më mori 12 vjet e ndaj unë në Greqi, në 2007 pastaj në 2006 unë mora pjesë që u katapultova përfundimisht në ky emisioni Fame Story, që ishte si Big Brotheri i Greqisë, që ishin gjithë këngëtarë. Mi pat ishte si akademi, më kupton ishte akademi, domethënë që kishim në 4 orë mësim para dite, gjithmonë lidhje me këngën, menim nga një këngë çdo të hënë, çdo të diel dilnim na gjykon te juria. Domethënë ishte kështu Big Brother këngë. Big Brother këngë. Po. Big Brother këngë. Aty pasaj u katapultova, aty ishim në ekranin më të madh të Greqisë në atë kohë, Antena që quhet. Antena, po. Domethënë ishim 14 Luiza në atje. Siç doli bëri bum ai Big Brother Luizit sepse këta atë mbajnë si ashtu, edhe ne ashtu ishim. Po u dëgjuan me audicione 14.000 veta që morën pjesë në 14. Pastaj kuptohet, futeshin të tjerë, po ne të parë. Kush e fitoi atë? Ishte një Leonidas Balafas, një rocker.